Ende nuk janë mbushur 24 orë nga nisja e Big Brother VIP, por debatet kanë filluar. Ilir Vrenozi është përfshirë në një diskutim me Kristin, fillimisht për shtratin ku gjithë secili do të flinte e më pas për lojën e tyre. Iliri është drejtuar Kristi duke e cilësuar skull, pasi sipas tij i përpiqet ta helmojë me qetësinë dhe buzëqeshjen e tij. Profesor Kristi, me këtë qetësim tënde dhe buzëqeshjen tënde helmuese, nuk me helmon dot mua, je shumë i vogël. Sa hap gojën unë të kuptoj, pavarësisht se ca gjëra ti them e ca jo. Ti harroje më dëgjon mua, gjithsesi të pëlqej për tipin që ke. Ti ta fut dhe qesh, i je skurt, tha ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.